の呪縛は破られた吹く風に突き上げろ自由のパジュラを蘇る理由さえ正義の意味さえも今は知らないお前だけれど吠えろ前期前期いつかで会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳にそうさ前期前期その輝きこそ愛という無限の力だバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンShumë vite më parë, magjistari I madh Eno Ozuno solli në jetë një shpirt mbrojtës të fuqishëm të quajtur Zenki. Ozuno e përdori të madhin Zenki për të mbrojtur botën nga krijesat djallëzore. Tani që kërcënimi I të keqes paraqitet edhe një herë, I pamposhturi Zenki ringjallet përsëri. Kemi për të të lënë këtu. Prisni! Çaki, Sayaka! Ç'bëni kështu, vajza? S'është e drejtë. Ju të dyja po largoheshit pa mua. Sepse ti je shumë e ngadaltë si një breshk. Hej, mbyllë gojën, Çaki. Eja, përpiqu të më kapësh. Këtë herë nuk kam për të të falur. Përpiqu më kap dot. S'kam për të ta falur. Hey, Siniçi është ai aty? Siniçi I klasës së tretë. Ylli I skuadrës mbeti duke ëndëruar I shkreti. Ai stërvitet gjatë gjithë kohës. Pyes veten, mos ka ndonjë shqetësim? Skuadra nuk ka stërvitje sot. Ai nuk doli shumë mirë te gara e fundit apo jo? Duket sikur ai s'rri dot pa vrapuar. Hey, ju të dyja si shumë gjëra dini për atë. Çfarë pas ka ai? Ako, pse nuk shkon që ta ndihmosh pak? Po, jam duke shkuar, shihemi më vonë. Hey, prit një minutë, çfarë po ndodh kështu? Hëmi Çaki, se kuptove? Jo, mos më thuaj që ata të dy janë. Shkojmë, ata s'kam më nevojë për ne. Mendoja se Ako s'do bënte kur një gjë të tillë të merrte djalin që më pëlqente. Ajo është tradhtare. Hey, Siniçi! Ç'kemi, Ako? Mendoj se është e mrekullueshme që stërvitesh edhe kur ke pushim. Nuk është asgjë. Je ende I mërzitur për atë ëndrrën e keqe? Nuk dua të flas për këtë tani, dakord? Të kërkoj falje, Siniçi. Hey, do ta bëjmë rrugën bashkë për në shtëpi? Mund të blejmë edhe akullora. Duhet të bëj stërvitje. Mirupafshim. Siniçi. Duhet të vrapoj më shpejt. Më shpejt, më shpejt, më shpejt. Duhet të vrapoj shpejt. Do që të vraposh më shpejt? Kush je ti? Unë mund t'i bëj dëshirat e tua realitet.
qenë të zhurmshëm na bezdisin. Nuk pushojnë se leuri. Natën e mirë, gjyshe. Natën e mirë, zemër. Çfarë po bën te krevati im? Mbyllë gojën, Puçi, përse po le? Mirë që më zgjoj Chucky nga gjumi, tani zbulova diçka me leverti. S'kam dyshim për këtë. Kjo është era e farave të ligësisë. Mjafton me kaq, Shinichi. A kjo është gjë e mirë, Shinichi. Koha po tregon që ti po bësh gjithmonë më shpejt. Më shpejt, më shpejt, më shpejt, më shpejt. Shkëlqyeshëm, edhe pak fare më shumë. Çfarë? Një demon? Po, ka filluar të më bezdisi. Mirë mëngjes! Për çfarë po flisni kështu? Chucky, ke dëgjuar ndonjë gjë për këtë? Kanë dalë disa thashetheme që tregojnë se një përbindësh i tmerrshëm është parë duke vrapuar me të shpejtë nëpër qytet. Përbindësh? Po nga vinte ai vallë? Nuk kam ndonjë ide. E vetmja gjë që di është se vrapon në rreth qytetit i mbuluar nga një re e zezë. Kjo më kujton mua legjendën e një të dehuri nga mali i largët Oue. Nga mali Oue, çfarë? Nuk e dëgjuar asnjëherë për këtë? Po si ka mundësi? Dëgjoj, i deuri nga mali Oue ishte një përbindësh që jetonte në kohën e Enkit, që tani njihet si qyteti i Kyotos. Ai dilte jashtë pas perëndimit të diellit. Dhe pastaj merrte vërull nëpër qytet duke sjell lloj-lloj të lashesh. Ai ulorinte, bërtiste dhe njerëzit vraponin të tmerruar. Si e përshkruan ti këtë? Një grup përbindësh gjuetar të drejtuar nga Yorimitsu Manamoto e zun ato dhe ja pren kokën pa i dhënë asnjë arsye. Dhe ti s'di e gjë fare? Nuk të vjen turp, je dhe nxën shkolle. Po, nejse. Nuk është ndonjë histori e bukur. Unë shpresoj vërtet mos të ndodh asgjë e keqe. Më thuaj, si mendon ti, Chucky? Nuk e di. Nëse do të flasësh për përbindëshat, ja ku e ke njatje? Si jemi? Motre madhe, po ti si mendon, ç'mund t'i ketë ndodhur mjeshtrit Zenki? Nuk e di. Ai ka pothuaj se gjithë ditën që flek kështu. Pyes veten mos është sëmur. Po, vërtet, e dëgjova me veshët e mi, Chucky, rojtarët e natës përpaksa ishin sulmuar. Dhe besoj se kjo duhet të jetë një gjë vërtet shumë e keqe, Chucky. Vërtet? Sa e frikshme. Përbindësh në qytetin e shpirtrave mbrojtës? Wow! Ako, po të pa i ty do të hajtë gjallë. Mos e thuaj më këtë gjë. Shihemi nesër. Miru pafshim. Shinichi! Shinichi, ç'ka ndodhur me ty? Ç'bën këtu? S'ke qenë as në shkollë kohët e fundit. Ako, ç'kemi? Çfarë halli ke? Shinichi, ti nuk më duke shumë mirë. Sigurisht që jam mirë. Ndihem më mirë sa asnjëherë tjetër. Çfarë je duke bërë akoma këtu? Trajner. Me lejo të prezantoj, ky është trajneri im personal. Trajneri thot se unë mund t'jem atleti më i shpejt në të gjithë botën. A s'është e mrekullueshme? E jeni pas me? Le të shkojmë. Po. Tani do të shkosh të bësh stërvitje? Aha. Nuk duhet të stërvitesh kaq shumë. Ashtu e pse jo? Mendoj se është e rrezikshme, sepse njerëzit thonë se kanë parë një përbindësh që vrapon nëpër qytet këto ditë. Unë nuk shikoj ndonjë problem. Po, në do t'isha i aftë të vrapoja më shpejt, do bësha përbindësh ose çfarë do qoftë. Me të vërtetë e ke? Shinichi,
Po çfarë po ndodh kështu me ty? Çfarë? S'është kthyer ende? Po, Snitchi tha se I duhet udhëtonte me skuadrën, madje nuk ka telefonuar fare këto 3 ditë. 3 ditë? Ako! Snitchi, çfarë po ndodh kështu? Mos është Snitchi ai përbindëshi? Jo, s'mund të jetë. Ç'po mendoj kështu? Kjo është e pamundur. Frenat nuk punojnë! Arritje shkëlqyer. Vërtet ashtu mendon trajner? Por ti mund të jesh edhe më shpejt, shumë më shpejt, nëse ti më dëgjon mua. Do vrapoj shpejt, e më shpejt. Tani është koha e dur për të zbavitur. Duket sikur ata nuk kanë kuptuar akoma këtë gjë. Le të shkojmë të kapim. Snitchi, ku je? Nuk është e vërtet që ti je përbindëshi, apo jo? Snitchi! Të kapa tani, nuk do të lej që ti ikësh kësaj rave. Ti nuk më kap dot mua. Mos! Po kush vallë është ai? Ky djalë me sa duket gjithmonë bën të njëjtën rrugë këtu. Kjo ishte. Unë jam vrapuesi më I shpejt në botë. Të gjithë po më shkojnë mua. Unë mund të dalë fitues deri në fund. Se shpo më ndodh diçka. Unë nuk mund të shikoj vijën e fundit të garës. Nuk e shikoj fundin. Ku është? Koha është e çmuar. Pas 1000 vjetësh ka ardhur koha për të përmbushur dëshirat nëpërmjet bishës së ri Galami. Shikoj atë, ky është vetëm fillimi. Qyshe Saki? Ç'ke Çaki? Mund të jetë shtegu I përbindshit? Duket si Shtegu I pentagramit. të gjithë do të jemi të humbur nëse shtegu I pentagramit do të mbushet me përbindsha. Eja mos remane vrapo. Për çfarë po flisni kështu? Prisni! Çaki! Çaki! Hey, Çaki! Çfarë ke? Të lutem ti duhet ta ndihmosh Snitchin. Një përbindësh? Ka aromë ligësie në ajër. Më thash ndalo! Ky zë s'mund të jetë. Unë kisha të drejtë. Më thuaj çfarë po bën këtu Zenki? Mos bërtit! Ti je angjëlli I mbrojtës. Ti nuk mund të shkosh kudo pa më pyetur. Jo, s'dua t'ja di fare për atë gjë. Tani dua vetëm të vrasa të bishën e ligë që pash. Nxito dhe më transformo. Çaki, dëgjoj, në të vërtetë ai është Snitchi. Çfarë? Pisha e ligë është. Erdi përsëri. Këri Bajashi, ne do të shkojmë të ndalojmë atë me duart tona. Po, le ta bëjmë dhe atë. Aty Në qiell, dhe ku a qoftë emri.
funksionoj. Si t'ja bëjmë? Zonjushe vogël, mendo mirë tani. Cila është dëshira e bishës e ligë? Do me thënë dëshira e madhe Siniqit. Siniqi, ai nuk ka qenë në gjendje të përmirësohet fare kohët e fundit. Thjesht do të jetë i aftë të vrapoj më shpejt. Mendoni se ndoshta ai po kërkon vijën e fundit të garës? Vijën e fundit? Ai ka kohë që shikon në ëndër se kur mund të arrijë vijën e fundit të garës, dhe kjo e shqetëson atë. Kjo ishte. Çaki, ti duhet ta transformosh Zenkin. Por gjyshe... Un kam një ide të shkëlqyer. Nxito tani. Po. Dhe unë tani zgjoj angjëllin mbrojtës. Sulmi hapur. Sulmi hapur. Forcat e minatyrshme, ringjallu Zenki. Si Zenki u ringjall përsëri. Ndalo Bishelik. Mund të thash një herë ndalo Bishelik. Nuk do të lejoj ty ta gjesh vijën e fundit të garës. Përsërit edhe një ratë që the. Nuk do të lejoj ty ta gjesh vijën e fundit të garës. Unë s'mund ta besoj këtë gjë. Si ishte mundur që unë s'mund ta kapa të bish? Zenki, bu vija e fundit e garës dhe ndaloj atë. Gjithçka që duhet të bësh është të rish të shtegu i pentagramit dhe ai ka për të vrapuar drejt teje. Kuptova, po me mënyrën time. Zenki, më premto, të lutem mos e vrit bishën e ligë, më premto. Hey, Çaki, çfarë mund të jetë? Më thuaj, çfarë mund të jetë kjo krijesë e keqe? Ako mos u shqetëso, Zenki është patjetër me ne. Kështu shpresoj. Unë jam i vetmi që do ta kputh shiritin e fitores. Askush s'ka për të ma zënë vendin. Ku është vija e fundit e garës? Ku është? Kam për të dhënë unë çmimin për vendin e parë, për bindësh i shëmtuar. Largo më rruga ime, ti nuk je vija e fundit e garës. Kape pak këtë. Forca! Vija e fundit e garës. Ku është vija e fundit e garës? Ku është? Siniqi! Hej, Siniqi! Ndihesh mirë? Ako. Shiko, më në fund t'ja dola. E ka përcjeva vijën e fundit të garës. Po, unë të pash ty. Jam shumë krenare për ty. Ako. Tani Siniqi është i sigurt pas gjithë kësaj. Kjo është për të ardhur keq. Ti jesh në krahët e një gruaje. Çfarë po thua kështu Zenki? Pusho! Ti nuk di asgjë për ndjenjat njerëzore apo jo? Sigurisht që s'di. Se sipas teje Zenki duhet i di të gjitha dobësitë e qenieve njerëzore, a? Pse më ktheve përsëri kështu ti? Sa torp të mundesh në këtë mënyrë? Tani që ja kam stomakun plot, po më vjen gjumë. Mendoj se duhet të pushoj pak tani se u lodha. Ti nuk mund të flesh tani në mes të rrugës. Prift ju kaj, unë nuk e kisha iden fare që ekzistonte shtegu i pentagramit këtej rrotull qytetit. Po, dhe si është puna ati shtegu të pentagramit që filloi të mbushej me përbinça? Them se duhet të shkojmë në shtëpi tani, si mendon? Është ndonjë sekret apo çfarë? Dëgjoni me kujdes ju të dy, ka diçka që duhet ju u them.
E di që s'ju kam treguar kur më parë rreth kësaj gjë, por ende ndihem... Unë s'mund të flas për këtë tani, ma vjen shumë keq. Hajde, Çaki, të lutem le të shkoj. Gjyshe, mund të ma thuash të lutem se ç'po ndodh? Më fal, por nuk po e kuptoj fare ku e ke fjalën. Ashtu? Shumë faleminderit, Çaki. Tani ai është mirë. Keri Bayashi si thua sikur të bëjmë një garë kush arrin i pari në tempull. Hajde, je gati. Prit Yukai! 내